ka ditë që njerëzit nuk më pyesin akoma nuk e lindur kur do lindësh. Unë mendoj që kjo goca ime do ma nxjerrë jetën deri në fund. Shpresoj që jo, se në fakt është bërë një situatë lodhshme, do thoja unë. Unë nuk jam tip që ankohem. Unë 2 ditë intime kam në 23 qershor, po më thoni pak ju mama, bebat tuaj kanë lindur fiks në datën që ka thënë doktoresha, ju kanë lindur përpara apo pas datës. Çdo gjë e kam bërë gati, valixhen, rrobat, dhomën, krevatin. Tani thjesht pres të vi bebushja, madje edhe konfetat i kam bërë gati dhe më në fund ne vendosëm për një emër. Instagram në fakt kam shumë mama që janë pak a shumë në të njëjtat javë me mua, edhe më pyesin se cilat janë sikletet e kësaj periudhe, dhe me thënë të drejtën i vetmi siklet që unë kam është vapa e tmerrshme. Kur shpjegoj dot edhe me kondicioner dhe unë jam gjithkohë sikur kam një batanie që më mbulon, super të nxehtë, nuk mbushem dot me frym. Me peshën me thënë drejtën nuk është se kam marrë shumë. Nesër kam vizitën e radhës për të parë gjitha këto matjet, peshën, ujrat. Edhe nuk e di se do thot doktoresha, por duke qenë se kam zgjedhur të lind natyralisht, do pres derisa të bëj gocës qefi. Tani shpresoj shumë që kjo të jetë video e fundit që unë bëj, që jam akoma shtazan, dhe videon tjetër ta kem me gocën në krah, por që nuk i dihet. Mund të shihemi këtu prap, edhe unë jem akoma në javën e 40, edhe s'kam lindur akoma. Kështu që deri atëherë, bye.